ishin të parët që panë potencialin këtu. Sigurisht që punuam ngushtë me Bashkimin Evropian gjatë viteve dhe vjojmë të punojmë, por mendoj se ishim të parët që panë një vend të vogël. Me një nga sistemet më represiv në Europë, i cili ndonjëherë thërrite nga njerëzit si Korea e Veriut e Europës. Po flas për kohën e Enver Hoxhës. Pra mendoj që për Amerikanët, që ndonjëherë priremi të shikojmë gjërat në mënyrë emocionale, ne pa mundësinë për ta larguar këtë shtet nga diktatura e tmerrshme. Si diçka që duhet bërë jo vetëm për arsye politike, por edhe për arsye morale. Truly something that needed to be done not only for political reasons but for moral reasons. Do ju pyesja më vonë fakt, por po ju a bëj tani këtë pyetje. Ju e vizituat Shqipërinë mjaft herë, disa muaj pas rënies komunizmit. Ishte një vend i hapur, patjetër, megjithatë i kishin të gjitha shenjat e izolimit nga e kaluara. Ju po ashtu kishit bërë negociata me Korenë e Veriut në vitet 2005-2009. A keni gjetur një ngjashmëri midis shoqërisë në Shqipërinë në vitin 1991 dhe Koresë së Veriut në vitin 2005? Është për të qeshur tani, që po e përmend nga që njerëzit mendojnë për Korenë e Veriut sot dhe si kanë për të dukur ndryshimet. Do të jenë si diçka që kemi parë më parë, apo do të jenë ndryshe? Mendoj se do të ketë shumë dallime. Por diçka që do mbaj mend në Shqipëri është se fermerët për herë të parë mund të shisnin produktet e tyre, domate, çfarëdo, rrugës. Kjo ishte një zhvillim i jashtëzakonshëm në Shqipëri. Ishte një progres i madh për ne në atë kohë. Ishte progres i madh, i udhëhequr nga nevoja sepse fermerët nuk paguheshin më nga kolektivizmi. Po flisja me njerëzit në Kore, lidhur me këtë shembull, i cili ndoshta do të ishte shenja e parë e ndryshimit. Nuk ka ardhur ende diçka e tillë. Gjëra të tilla të vogla. Kur shikon fermerët të bëjnë gjëra të tilla. Megjithatë, duhet thënë që edhe më 1991-shin, njerëzit do të afroheshin. Do të flisnin anglisht, italisht. Shumë njerëz shikonin Rai 1, Rai 2. Ishte dritarja e vetme për të parë botën. Po, ekzistonte një ndjesi që edhe pse ishte një vend i largët dhe i varfër, ai sërish mbetej mjaft afër. Mendoj se për të gjitha problemet që kanë shtete si Shqipëria, të paktën keni Europën perëndimore, e cila është mjaft pranë, dhe mendoj se do të jetë edhe më pranë në të ardhmen. Në një intervistë para 23 viteve, mbaj mend që Giulio Andreotti më tha se në vitin 1991 ne dakordsuam me amerikanët që italianët do të jenë më pranë me Shqipërinë dhe do ta mbështesin për sa i përket ekonomisë dhe sigurisë. A është e vërtetë kjo? Mbaj mend se është e vërtetë deri diku. Jo për të nënshkruar ndonjë marrëveshje. Nuk ishte ndonjë memorandum apo diçka kësaj natyre. Ishte një përpjekje. Italia kishte disa përgjegjësi të veçanta. Problemi im është se ambasadori italian, Torquato Cardilli, nuk donte të largohej nga ambasada jonë. Ne ishim te dhoma 215 te Hotel Dajti, e cila ishte një dhomë shumë e vogël për të drejtuar një ambasadë të tërë. Dhe ambasador Cardilli thoshte, ambasada nuk është ende gati, kështu që nuk mund të lëvizim. I thash, ky është problemi jot. Problemi im është se duhet largohem nga dhoma 215. Ka qenë shumë ironike në vitin 1992, kur tha, duke marrë shkas nga pjesëmarrja e ambasadorit Rajeson në mitingun e madh të opozitës, ne nuk shpërndajmë flamuj, ne shpërndajmë ndihmë për Shqipërinë. Jo flamuj. Nuk ka qenë një moment shumë i mirë midis jush. E kuptoj pse e tha, por mendoj se kjo nuk ishte një deklaratë në linjë me parimin e të punuarit së bashku me njëri tjetrin. Punuam mjaft mirë me Italinë për gjatë viteve. Sa gjatë qëndruat në Shqipëri? Qëndrova deri në 1993. U ktheva në Shtetet e Bashkuara dhe pa e kuptuar. Më 1994, Zoti Hubert më kërkoi që të jem drejtori për Ballkanin. Si i mbani mend ato 2 vite?
me shumë kënaqësi. Sigurisht që është e vështirë të shikosh vuajtjet e njerëzve. Kishte probleme me sigurinë ushqimore, me sigurinë e barnave. Kishte probleme të natyrave nga më të ndryshmet. Si ishte progresi gjatë atyre viteve? Ishte i shpejt? Ishte i shpejt, se kur nisën ato 2 vitet, nuk kishte asnjë kafene. Duhet ta imagjinoni. Më pas mund të shikoje karrige plastike, vendosin e tavolinave. Shikoje këto dhe thoje, në rregull. Po shikojmë pak kapitalizëm. Sigurisht që u zhvilluan edhe markatat e fermerëve. Në fund të këtyre 2 viteve, mund të kuptoje si Shqipëria, duke dhënë metaforën e avionit, kishte nisur së ngrituri nga toka. Ishte një kohë shumë interesante, pasi çdo ditë kishte ndryshime. Ishin kohra interesante. Mbaj mend një mëngjes po ecja në bulevardin kryesor të Tiranës. Ishte ora 6 e mëngjesit dhe po shikoja se si po shpërndahej gazeta ime. Dhe pash ish presidenti i Shtetit Bashkuara, Jimmy Carter, duke pirë kafe në një kiosk buz bulevardit qendror. Shqipëria për arsye që nuk i shpjegoi dot plotësisht. Shqipëria ngacmonte imagjinatën e shumë njerëzve. Një person që ndihmoi shumë ishte sekretari jon i mbrojtjes, William Perry. Ishte shumë i interesuar për të ndihmuar. Agjencia jon për zhvillim ndërkombëtar ofroi ndihmë të konsiderueshme. Patëm shumë mbështetje. Mendoj se vizita e Bakerit ishte kyç. Bakeri kishte ardhur nga disa takime të tmerrshme në Beograd, ku të gjithë po luftonin me njëri tjetrin dhe vjen në Tiranë. Udhëton nga Rinasi dhe o Zot, qindra mijëra njerëz e përshëndetin. Dhe ndjeu se ky është një vend që duhet ta ndihmojmë. Dhe 2 pyetjet e fundit përsa i përket misionit tuaj në Shqipëri. Dua t'ju pyes për Kosovën, NATO-n dhe gjëra tjera. Është një thashethem, thuajse 30-31 vjeçar, që vazhdon të qarkullojë ende. Sipas tij, ambasada amerikane, ambasadori Ryerson, ishin protagonist në burgosin e Fatos Nanos, kryetarit Partisë Socialiste të Shqipërisë. Edhe kryeministri e përmendi këtë para disa javësh. Ajo që mund t'ju them, është ajo çka di. Dhe ai thashë them ka 0 të vërteta. 0. Si fillim, diplomatët amerikanë nuk çojnë njerëz në burg, nuk kanë fare lidhje me këtë gjë. Ideja që në një farë mënyre do t'i flisnin politikanëve, policisë, është diçka e pavërtetë. Nuk e di kush e ka thënë. Jam i sigurt që nuk ka qenë zoti Nano. Jo, ka libra të botuara. Kam pasur takime të mira me ta. Kemi folur shumë për atë që ai quante politizmi i gjithçkaje. Ishte i shqetësuar për këtë çështje gjatë viteve 90. Duhet të mbani mend se ai ishte kryeministër në sistemin e vjetër, i cili u përpoq që të vijonte si kryeministër edhe në sistemin e ri. Megjithatë, kjo nuk ishte krim. Ideja se unë ose Ryerson për hir të Zotit nuk kishim asnjë lidhje me këtë gjë. Uroj ta dije se kush e nisi këtë thashë them, por jam i sigurt që nuk ishte zoti Nano. Zoti Hill, çfarë ndodhi midis Shteteve të Bashkuara dhe Sali Berishës? Sali Berisha ishte ylli i ri i opozitës. Mori mbështetje, arriti të bëjë 2 vizita në zyrën ovale, një në qershor 1992 dhe një në shtator 1995, nëse mbaj mend mirë. Po.